Përshëndetje gocani, përshëndetje. Kjo është turlia që unë përgatita mbrëm. Ore, si shpjegohet, shumë veta më shikojnë, më shkrojnë, më komentojnë, më bëjnë, më pëlqejnë. Po pse nuk më ndiqni o vlla, çfarë shtypeni atë gishtin atij? Edhe thoni, unë do ta ndjek Angelinën. Gjithsesi unë falenderoj shumë shoqërinë time që mua më ka ndjekur edhe jam shumë e gëzuar për këtë pjesë. Por që dhe ata që s'më ndjekin, në qoftë se do ishte e mundur të më ndiqni, do ishte një kënaqësi për mua. Atëherë këtu kam prerë Partizan, Speckat. Edhe sot, o njerëz të dashur, kam bërë një postim në Facebook dhe kam them vetëm kaq që ku do t'i kaloni Pashkët ose ku do veni, ku do shkoni. Njëra më ishte përgjigjur në hen. Edhe nuk i kam kthyer përgjigje, të them të vërtetën. Më mirë për atë që do vej në hen edhe jam e kënaqur, nuk jam kundra kësaj gjeje, por kjo zonja dhe njërë tjetër më kishte shkruar tek një video, atë ditë që kam bërë video, që kam vajtur tek shkolla Elianës, Alesiës tash, që kam pas mbledhje dhe më ka thënë teng të morti aty me gjithë syzet. Unë nuk e di, ti je tu për shefin tënd dhe të mallkosh dikë që pa kuptim, pa asnjë lloj e shpërqefin e vet, gjithsesi flas për turlin që unë kam bërë, tepsin me perime, edhe ja këtu kam shtuar Partizani, Specka 3 lloj, kungu, qep, e kam prerë në këtë mënyrë, këtu kam prerë edhe mishin në copëza të vogla, siç po e shikoni. Por unë do thoja vetëm kaq, gjithë njerëzit ka mendimin e vet, kanë ato të vet, po ama vetëm në mallkime nuk më pëlqen kjo gjë se pa të bërë asgjë askush nuk mund ta mallkosh. Tu kam shtuar mishin dhe patatet, edhe ja tava, kam shtuar vajin e ullirit. Unë nuk jem shumë vaj ulliri i gjellrave se nuk më pëlqejnë që të kenë shumë lyrë. Tu kam shtuar erëzat, kripën. Kam shtuar dhe 2 gjethe dafin, edhe ja, gjella ishte gati, i shtova ujin pastaj me salcën, dhe djali im krat tjetër që thoshte unë ato turlit nuk ja dhe ka bërë makarona me pesto dhe ka ngrënë dhe kotoletat që unë bëra mbrëm. Edhe ju thoni, sa gjëra gatuan, ja. Të tepsi e ngra unë me burri, unë e ngra shumë pak edhe sot mora në drek që e mora në punë dhe ja gocani kjo ishte darka jonë mbrëm. Edhe kam dhe një pjatë tjetër që ta unë nesër, a burrja, të shikojmë nesër në dreket, se ushqimi nuk i dhe poshtë. Edhe dalin fantastike këto perimet në furrë. Me gjithmonë nuk bën as sopi, as një gjë të shpëtojnë e shumë e shpejta. Ciao gocani, ju përqafoj.